Disa shenjat të zodiakut mund ta sabotojnë vetë lumturinë e dashurisë për shkak të dyshimeve, xhelozisë, nevojës për liri ose frikës nga rritja e qëndrueshme. Binjakët dinë të jenë shumë romantik dhe të vëmendshëm, të paktën për aq shkosa marrëdhënia u duket interesante. Megjithatë, për shkak të natyrës së tyre të ndryshueshme, kjo zakonisht nuk zgjat për gjithmonë dhe pas një kohe fillojnë të kërkojnë emocione diku tjetër. Edhe kur qëndrojnë në lidhje të gjata, mund të jenë të prirur ndaj tradhtisë. Të qëndruarit në dy karrige shpesh nuk u duket problem, ashtu si dhe lidhjet e hapura. Megjithatë, një mënyrë e tillë jetese zakonisht nuk u sjell lumturi të vërtetë. Gaforët duken sikur janë krijuar për lidhje serioze dhe jetë familjare, por fatkeqësisht shpesh kanë ndjenjë se askush nuk i do mjaftueshëm. Janë të bindur se jeta vazhdimisht u vendos pengesa, ndaj bëhen shumë mosbesues ndaj njerëzve të tjerë dhe madje edhe ndaj partnerëve. Mbi themele të tilla është e vështirë të ndërtojë një marrëdhënie qëndrueshme, edhe kur e gjejnë partnerin ideal. Gaforët shpesh vazhdojnë të dyshojnë dhe ta vënë lidhjen në pikë pyetje. Virgjëresha do të udhëhiqen më shumë nga arsye se sa nga emocionet. Pikërisht këtu qëndron dhe problemi i tyre i madh. Ata rrallë investojnë në një lidhje aq dashurisë sa presin partnerët e tyre. Për këtë arsye partnerët shpesh largohen sepse krijojnë përshtypjen se ndjehen nuk u kthehen në të njëjtën mas. Akrepët dinë të duan aq intensivisht sa partnerin mund ta mbysin me dashuri. Janë shumë mosbesues dhe shpesh herë tepër xheloz. Ata prirën të kontrollojnë vazhdimisht partnerin, t'i kontrollojnë telefonin dhe rrjetet sociale, si dhe ta akuzojnë për tradhti. Në fund, një sjellje e tillë e rëndon aq shumë marrëdhënien sa ose e nxit vërtet krizën në lidhje, ose e shkatron atë përmes tensionit dhe presionit të vazhdueshëm. Me një qasje të tillë dhe mungesë besimi është vështirë të ndërtohet një lidhje e qetë dhe e lumtur. Edhe pse shqiptarët nuk e pëlqejnë lidhjen e fortë, kjo nuk do të thotë se nuk e dëshirojnë dashurinë. Megjithatë, për shkak të natyrës së tyre aventuriere, në lidhjet e gjata shpesh fillojnë të mërziten. Kur marrëdhënia bie në rutinë dhe monotoni, shpesh vendosin vetë të largohen. Edhe pse dëshirojnë stabilitetin, e kanë të vështirë ta ruajnë, sepse nuk mund ta mohojnë nevojën për liri dhe ndryshim. Prandaj, rrallë gjejnë lumturinë dhe qëndrueshmërinë në dashuri. Peshqit janë shumë emocional dhe për një jetë të lumtur kanë nevojë për shumë dashuri. Megjithatë, nevoja e tyre për afërsi shpesh mund të shndërrohet në varësi emocionale, gjë që rrallë sjell diçka të mirë. Njerëzit e lindur në këtë shenjë shpesh kanë ndjenjën se nuk janë të dashur mjaftueshëm, edhe kur kanë pranë vetes një partner që i do sinqerisht. Peshqit janë të gatshëm të japin gjithçka për të tjerët dhe të njëjtën gjë e presin edhe në këmbim. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.